Me një gjuhë gati triumfaliste, Marko Gjurić paralajmëroi hapjen e një konsullate serbe në Shkodër. Edhe pse është ende ide në parim, ministri i jashtëm i Serbisë e konsideroi thuajse të kryer marrëveshje me Tiranën zyrtare për hapjen e zyrave konsullore në Shkodër dhe në Bujanoc. Vini re. Do hapet konsullat shqiptare në Bujanoc për të shërbyer mbi 100.000 shqiptarëve autokton që jetojnë në luginën e Preshevës. Do hapet edhe konsullat serbe në Shkodër për të shërbyer 54 qytetarëve të deklaruar me përkatësi etnike serbe. Kësaj nisme mund t'i vendosë çdo emër që dëshiron, por vetëm reciprocitet nuk është. Reciprociteti është nga parimet bazë të diplomacisë, që në këtë rast është shkelur me vetdije me të dyja këmbët, nga Tirana zyrtare. Afër mendesh, nuk mund të krahasosh 54 qytetarë me mbi 100.000 të tjerë, me peshë të konsiderueshme jo vetëm demografike, por edhe politike. Një zyrë konsullore shqiptare në luginën e Preshevës duhet ishte ngritur me kohë atje, sepse është më shumë se legjitime për të mbrojtur interesat e qytetarëve autokton shqiptar, sipas parashikimeve të Konventës së Vienës, një traktat themelor në fushën e së drejtës ndërkombëtare. Duhet thënë që në fillim se nisma për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër mban erë të keqe. Ajo nuk përfaqëson thjesht një procedurë rutine administrative diplomatike. Nisma prek drejt për drejt fibra të ndjeshme të historisë, balancës gjeopolitike rajonale dhe marrëdhënieve ndërshqiptare. Për të kuptuar pasojat e këtij zhvillimi, le të përpiqemi ta zbërthejmë atë në disa plane, nga falsiteti demografik te kostoja e diplomacisë personale deri te efektet anësore në marrëdhëniet e Tiranës me Prishtinën dhe Podgoricën. Së pari, ka mungesë transparence, një sëmundje e vjetër kjo e pushtetit politik në Tiranë. Fakti që ky lajm u bë me dije fillimisht nga vetë ministri serb dhe jo përmes një komunikimi zyrtar e transparent nga ministria jonë e jashtme, po ushqen dyshimet për një tjetër marrëveshje prapaskene. Shtuar këtu në mjedisin gjeopolitik me besim të brisht, kjo diplomacia e mbyllur po krijon natyrshëm hapësirë për aludime dhe reagime mbrojtëse. Megjithatë, pse në Shkodër? Zgjedhja e Shkodrës si vendodhje nuk është pa domethënie. Shkodra historikisht konsiderohet kryeqendra kulturore e shpirtërore e veriut të Shqipërisë, me një ndjeshmëri të lartë kombëtare ndaj marrëdhënieve me fqinjet verior. Vendosja e një përfaqësie zyrtare diplomatike e Beogradit në këtë qytet është jo bashkëpunimi, por mjet i panevojshëm provokimi dhe projektimi i ndikimit serb në veriun e Shqipërisë. Aq më shumë kur kjo nisëm nuk vjen si kërkesë organike apo nevoja reale të një komuniteti të pakët të deklaruar me etni serbe. Së dyti, falsiteti i reciprocitetit është mbase pjesa më e shqyere e këtij projektimi. Mjafton vetëm ky krahasim për ta kuptuar këtë masë krejtësisht false. 100.000 shqiptarë në luginën e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjevës, përballë 54 qytetarëve të deklaruar serb në të gjithë qarkun e Shkodrës. Shpesh, nga ana diplomatike pretendohet se hapja e zyrave të tilla mbështetet mbi parimin e reciprocitetit dypalësh. Pra, hapja e një konsullate shqiptare në luginën e Preshevës në shkëmbim të një konsullate serbe në Shkodër. Megjithatë, nga pikpamja demografike, juridike dhe drejtave të njerëzit, mes këtyre dy realiteteve nuk mund të vendoset kurse si asnjë shenjë barazimi. Barazimi krijon një asimetri të rrezikshme. Pranohet si mbyllur teza e Beogradit për praninë e një pakice serbe edhe në Shqipëri. Në këtë mënyrë, ata relativizojnë peshën dhe vojtjen reale të shqiptarëve në Serbi përmes barazimit me një komunitet pothuajse inekzistent në terma praktik konsullor. Kjo është një ndër arsyet pse kjo ide po shkakton kaq shumë debat, sepse për pjesën më të madhe të opinionit publik dhe analizës kritike, barazimi i statusit konsullor pa barazi reale demografike e paramborit reale të drejtave shqiptarëve në luginë është thjesht vetëm një lëshim i disbalancuar nga ana e Tiranës. Së treti, as më shumë as më pak, kjo ide është edhe produkti i një diplomacie personale. Nisma nuk mund të shkëputet nga konteksti i marrëdhënieve personale Rama-Vučić. Pas Ballkanit të hapur, ky është një tjetër rast kur politika e jashtme e një shteti reduktohet në kimi personale, mes udhëheqësve dhe kur vendimet strategjike shpesh marrin formën e lëshimeve taktike. Vendime të tilla u shërbejnë nevoja politike të ditës dhe as pak interesit afatgjatë kombëtar që ka Shqipëria, Kosova dhe kudo ku ka shqiptar. Ndaj nisma, qoftë edhe si ide, për konsullat serbe në Shkodër ngjan si një dhuratë diplomatike për Aleksandar Vučić. Në një kohë kur presidenti serb ndodhet nën presionin e perëndimit për përplasjet në veri të Kosovës, për qëndrimet e paqarta gjeopolitike ndaj Rusisë dhe për krizat e brendshme politike, ky bashkëpunim me Tiranën zyrtare i shërben si kart stabiliteti për të paraqitur në Bruksel dhe Washington. Megjithatë, bazuar tek e shkuara e afërt, ka një lajm të mirë. Ecuria e kësaj nisme rrezikon të ndjekë të njëjtin rrugtim dështimi si projekti i Ballkanit të hapur. Sepse gjithnjëherë më shpesh iniciativat që ndërtohen mbi llogari personale, pa besim dypalësh, pa konsensus dhe pa kërkesë organike në terren, e kanë shumë të shkurtër afatin e skadencës.
Pa një fluks real qytetarësh që kërkojnë shërbime administrative, një konsullat në Shkodër do të mbetej një godim pa funksion real, ose do të mbyllej me ndryshimin e cikleve politike në Tiranë e Beograd. Dubël. Pa një fluks real qytetarësh që kërkojnë shërbime administrative, një konsullat në Shkodër do të mbetej një godim pa funksion real, ose do të mbyllej me ndryshimin e cikleve politike në Tiranë e Beograd. Së katërti. Nëse marrëveshja paralajmëruar nga ministri serb jetësohet në terren, ajo rrezikon të sjellë një sër pasojësh negative në disa rrafshe. Kostoja më e lartë strategjike do të jetë thellimi i krisisë me Kosovën. Në një kohë kur Prishtina përballet me luftën diplomatike të Beogradit për minimin e shtetësisë së saj, lëshimet e Tiranës ndaj Serbisë përjetojnë në Kosovë si mungesë solidariteti dhe tradhti e boshtit natyral kombëtar. Shqipëria dëmton rolin e saj si shtet am dhe si mbrojtëse e interesave të Kosovës, duke dhënë përshtypjen e një aktori që kërkon të faktorizohet si ndërmjetës neutral në rajon. Nga ana tjetër, analiza e këtij zhvillimi të papritur i kthen në vëmendje aksin të dëmtuar Rama-Kurti dhe dobinë e munguar të një bashkëpunimi institucional mes Tiranës e Prishtinës. Raporti me ulje ngritje mes udhëheqësve të dyja vendeve i ka dëmtuar të dyja palët, por çmimin më të lartë e paguan Kosova. Si një shtet i ri që përballet me sfida ekzistenciale në arenën ndërkombëtare, Kosova ka nevojë etike për një Shqipëri që funksionon si prapavije e sigurt diplomatike. Pritshmëritë e Prishtinës ndaj Tiranës nuk janë sentimentalizëm romantik, por domosdoshmëri strategjike. Por kur Tirana zyrtare vepron e shkëput, duke ndërmarrë nisma dy palëshe me Beogradin, pas sinkronizim paraprak me Prishtinën, ajo dobëson pozicionin e Kosovës në tryezat e bisedimeve dhe jep diplomacisë serbe fitore më të lehtë gjeopolitike. Së pesti, kjo nismë mbart me vetë edhe rrezikun e krisjes me Malin e Zi. Popullsia slavofone në qarkun e Shkodrës, historikisht dhe familjarisht identifikohet kryesisht si malazeze. Prania e një përfaqësie konsullore serbe do të interpretojë nga Podgorica zyrtare si vazhdimësi e politikave të Beogradit për asimilimin apo serbizimin e pakicës malazeze. E gjitha kjo do të ishte një ftojë e panevojshme e Tiranës me Podgoricën, një aleat strategjik i Shqipërisë në NATO. Për këto dhe shumë arsye të tjera, ideja për hapjen e një konsullate serbe në Shkodër mund të prezantohet si një hap drejt normalizimit dhe bashkëpunimit rajonal, por në thelb të saj është një vendim me asimetri të thellë, i pamenduar mirë dhe me kosto të lartë diplomatike. Nëse Tirana zyrtare do ta përdorte këtë kartë në mënyrë strategjike, ajo duhet të kushtozonte çdo hap me ndalimin e menjëhershëm të pasivizimit të adresave në luginën e Preshevës, garantimin e drejtave shqiptarëve atje dhe sinkronizimin e plot me Kosovën. Pa këto garanci, ky veprim mbetet një lëshim foshnjarak, që cënon boshtin kombëtar, prodhon ftoje me fqinjet tanë dhe vërteton se sa e rrezikshme është kur politika e jashtme i kombi udhëhiqet nga interesat e çastit dhe marrëdhëniet personale të liderëve politik të radhës. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.